Këngëtarja e njohur shqiptare Soni Malaj, aktualisht pjesë e spektaklit Ferma VIP 3, ka ndarë me publikun disa detaje personale gjatë një bisede me konkurentet Fabiola dhe Dona. Artistja foli hapur për marrëdhënien me vajzën e saj, Ana, si dhe për raportin që vazhdon të ruajë me ish bashkëshortin, balerinin dhe aktorin italian Mirko. Ajo theksoi se megjithse nuk janë më çift, kanë zgjedhur të mbajnë një komunikim të shëndetshëm dhe respektues, duke vendosur në fokus mirëqenien e vajzës së tyre. Një nga elementet që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte fakti se Soni dhe ish partneri i saj vazhdojnë të jetojnë në të njëjtën banesë në Itali. Këngëtarja sqaroi se bëhet fjalë për një vilë të madhe, e cila u mundson të kenë hapësira të ndara dhe privatësi, pavarësisht se ndodhen nën të njëjtën çati. Sipas saj, kjo zgjedhje është bërë për të garantuar stabilitet emocional për vajzën e tyre dhe për të shmangur ndryshime të forta në përditshmërinë e saj. Deklarata e Sonit i ngjalli reagime edhe mes banorëve të tjerë, ku modelja Fabiola u shpreh e surprizuar, duke e konsideruar këtë situatë si të pazakontë për shumicën e njerëzve.